Treva veriut, visat e traditave dhe kujtesa që ndryshon historinë, kështu titulloi konferenca shkencore ndërkombëtare e organizuar nga Qendra e Studimeve Albanologjike dhe Fakulteti i Shkencave Shoqërore në Universitetin e Shkodrës. Zamira Shkreli, drejtori i Qendrës së Studimeve Albanologjike, theksoi se ka ardhur koha t'i kushtohet vëmendje autorëve të treve së veriut. Ky takim shkencor i mbështetur mbi vlera të mirëfillta, vazhdimësie dhe ndërdisiplinore afirmon jo vetëm thelbin e ruajtjes dhe kultivimit të kujtesës son historike, por edhe nevojën urgjente për të rivlerësuar e rigjeneruar burimet e trashëgimisë që kanë formësuar përkatësinë tonë kulturore. Një moment i veçantë në këtë aktivitet zë dhe seanca e doktorantëve, studiuesve të ri, të cilët përmes prurjeve të tyre origjinale shfaqin vullnetin për të bërë pjesë aktive e rrjetit shkencor shqiptar dhe ndërkombëtar. Ata mëshirojnë gjallërinë kërkimore dhe ecurinë shpresdhënëse të një brezi që angazhohen me ndërgjegje të lartë ndaj tematikave që prekin esencën e njësisë kulturore mbar shqiptare. Ndërkohë Valbona Sinana, i kërkuese shkencore pranë Institutit të Gjuhës dhe Letërsisë, vlerësoi vlerat e tradita që mbar treva veriut të Shqipërisë. Jemi ne vetë njerëzit që kemi vendosur emrat vendeve, maleve, shkëmbimeve, duke lidhur këtë ose me një emocion tonin, ose me emrin e pronarit, ose duke lidhur me konfiguracionin, me ngjyrën e shkëmbit apo të fushës e kështu të tjerë. Edhe mendoj se kjo është edhe pasuri për të zbuluar, sepse trevat tona janë shumë të pasura me toponimet, të cilat janë shumë interesante dhe kanë vlerë shkencore për të studiuar. Jo vetëm nga ana gjuhësore, por dhe nga ana historike, gjeografike, kulturore, antropologjike. Në këtë konferencë merrnin pjesë profesorë, doktorantë nga gjithë trevat e veriut të Shqipërisë.